infrastruktura që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik vendit, por edhe për zhvillimin e shoqërisë tonë në përgjithësi. Përveç trajnerëve vendor, i kena pasur dhe 2 trajnerë ndërkombëtar, do të thotë që i kena angazhuar këtë projekt, ka qenë profesorisha Katarina Babnik prej Universitetit Ljubljanës edhe prej Universitetit Nisës Francë, ka qenë profesorisha Marlin Tërnuan, të cilat i kanë nda eksperiencat dhe përvojën e tyre dhe dijen e tyre me studentët tona. Shpresoj që këto projekte vendosura në letër me iniciative e vetë pjesëmarrësve në këtë trajnim të kenë sukses nesër në treg. E kombitin e plot që suksesi nuk ka me mungu. Jemi shumë të mundur që sot ky projekt do të bëjë me shumë sukses. Fillojmë ekipin e projektit për punën e shkëlqyrjes që ka bërë, për kompaninë e Niçan, për koordinatën e projektit profesorisë Floreta, për bashkëpunimin e shkëlqyrjes dhe vazhdueshëm që ka pasur me zyrën tonë. Projektet të tilla kanë vlerë të veçantë sepse kontribuojnë në ndërtimin e vetbesimit, zhvillimin e aftësive dhe krijimin e mundësive të reja për gratë të reja, që janë pjesë aktiviteteve të zhvillimeve ekonomike dhe shoqërore. Për shumë dhe trajnimi ka qenë i suksesshëm sepse studentët kanë punuar jashtëzakonisht në detyrat dhe esenca ka qenë me dalë jashtë, gjithmonë do të me pa diçka jashtë kontekstit, si qysh madje me kontekstualizu pikërisht ato që për të cilën ne kemi qenë. Kemi diskutuar saktësisht për pikat kryesore se si krijohet balanci dhe kur duhet të kërkohet ndihmë profesionale. Ndihma profesionale në shëndetin mendor është shumë e rëndësishme dhe kjo ka qenë ndër pikat kryesore mbi të cilat jemi fokusuar. Andaj kemi pasur disa pika që mbi to kemi punuar, mbi stabilitetin emocional dhe mbi rezistencën emocionale. Ideja qendrore ka qenë pikërisht kjo. Fuqizimi jo vetëm i vajzave, por duke fuqizuar ato, ne fuqizojmë nanat e reja, gratë e reja, të cilat këto pastaj shumë fishojnë në çdo marrëdhënie që krijojnë. Ky projekt më ka ndihmuar me kujtu se për me qenë të forta për të tjerë, s'pare për me qenë të forta për vetën tonë. Ka mësu me besu ma shumë në vetën time. Flas pak vit të kuptoj që nuk jam vetëm sfida që po i përjetojmë çdo ditë. Inxhinieria femërore, në fakt, në aspektin e strukturave oblicë, është më konservative në aspektin e shkeljes së ligjeve krahasuar me inxhinierin mashkullor. Si projekt, tema, kombinimi i temave që i marrin shumë rëndësi dhe shumë interesante kombinueshme në veti. Kam kënaqësinë që sot jam prezente këtu me ju, që ti dëgjoj gjitha diskutimet, gjitha rezultatet që kanë vjedhur nga kjo iniciativë, për shkak se iniciativat e tilla që janë për garantinë gjinore për shëndetin mendor dhe për promovimin e gruas në ndërmarrësi janë shumë të rëndësishme dhe janë të domosdoshme jo vetëm për gruan si individ, por për gjithë shoqërinë tutje. Një nga pjesët më të vlefshme për mua ka qenë puna në zhvillimin e planit të biznesit. Kjo përvojë neve na ka ndihmuar me kuptu mirë se si një ide mundet të zhvillu në një projekt konkret dhe shumë të realizueshëm. Nuk është e mjaftueshme që ne vetëm të themi vajzave ju mundeni, por edhe të krijojmë një hapësirë ku ato realisht e provojnë veten, ashtu siç ka qenë edhe ky projekt. Tjetër projekte dhe të iniciativa mendoj që ka rëndësi më të madhe veç për shkak se gjithashtu heqin prej grave shumë të zonja të suksesshme që jam e sigurt që kanë shërbyer si modele për shumë vajza dhe për shumë gra tjera. Kjo është një kënaqësi edhe në të vërtetë është kur i sheh që studentët tonë ato shkruajnë përpara edhe ky grupi që kanë përfituar besoj që kanë vazhduar me idenë që i kanë pa aty në ditën e prezantimit që i kanë pasur në vërtetë kanë qenë një shumë interesante dhe besoj që mund të zhvilluar me qitën edhe në praktikë. Bashkëndjeva me gjitha ato që tha për sfidat e grave, për sfidat e grave më teshë, për sfidat e studentëve. Më pëlqeu shumë që kemi integruar komponentë shumë të rëndësishëm siç është barazia gjinore, shëndeti mendor, planifikimi i biznesit, projektet, organizimet edhe realizimi që ka bërë ky projekt.